Kjo pamje përfaqëson brezin e të rinjve që ndryshuan historinë e Shqipërisë përmes rrëzimit të regjimit komunist, ndërsa imazhe si kjo shpeshherë janë cilësuar si tregues 3 dekada pas lëvizjeve studentore që sollën demokracinë. Në ditën kombëtare të rinisë, të shënuar më 8 dhjetor, disa nga ata që kanë marrë përsipër të japin zë të rinjve të kohës që po jetojmë, i kthyen përgjigje politikës dhe drejtuesve të institucioneve që i cilëson si e tashmja dhe ardhmja e vendit. Pari, unë mendoj që premtimet e dhëna duhet të mbahen paraprakisht. Gjithashtu mendoj që duhet kemi më shumë mbështetje nga gjitha politikat. Duhet të kemi më shumë psikologë në shkollë, duhet kemi më shumë siguri për ne të rinjt. Nga siguria në shkolla tek përfaqësimi në proceset vendimmarrëse në komunitetet që jetojmë, janë disa nga fushat ku kërkojnë që premtimet të mos mbeten fjalë në ajër. Ne kemi nevojë për arsim më cilësor, programe praktike që na përgatitin për tregun e punës dhe më shumë mundësi për punësim të ndershëm dhe afatgjat. Shqetësimet të rinj të këshillave vendor, rinore, studentor i ndanë në një seancë simbolike me ligjvënës të rinj në tempullin e demokracisë. Dhe më tepër do duhet ndjekim politika për t'i orientuar dhe tregu të punës, aq më tepër në një botë që ndryshon për ditë dhe shumë profesione zhduken dhe profesione të reja lindin. Ambasadori i BE, Silvio Gonzato, u tregoi të rinjve shqiptar rrugën simbolike që duhet ndjekur në mënyrë që thirrja e studentëve të dhjetorit ta bëjë Shqipërinë si Europa të bëhet realitet. A dëshironi që Europa të vijë në Shqipëri apo të ndiqni shembullin atyre që janë larguar? Kur flasim për anëtarësimin, shpesh e trajtojmë si çështje politike, por në të vërtetë bëhet fjalë për të ardhmen tuaj. Duhet të ndryshojmë mendësinë, të japim fund korrupsionit dhe të sjellim barazi për të gjithë, me një shoqëri gjithëpërfshirëse. Për t'i arritur këto, duhet të përshpejtojmë punën dhe të mobilizohemi, përndryshe asgjë nuk do të ndodhë kurrë. Në aktivitetin që kremtoi ditën kombëtare të rinisë, ministri Blendi Goxha u përcolli një mesazh po ashtu të qartë. Ka nevojë të mbështetet, është e pamundur që një Shqipëri si ajo e 2030 sa më tutje të realizohet pa kontributin tuaj.